Futbolli kosovar është tronditur nga lajmi për ndarje nga jeta të futbollistit Leonit Aliu. Pas lajmit të hidhur, KF Fush Kosova ka reaguar përmes një postimi prekës në rrjetet sociale, duke i dhënë lamtumirën njërit prej futbollistëve të klubit. Futbollisti i KF Fush Kosovës është konfirmuar si njëri nga dy të rinjt nga Kosova, që humbën jetën tragjikisht të mërkurën në plazhin në Rana e hedhur në Shëngjin, pasi u përfshin nga dallgët e fuqishme të detit. Në mesazhin e publikuar në rrjetet sociale, klubi ka shprehur dhimbjen e thellë për humbjen e Aliut, duke theksuar se ai do të kujtohet gjithmonë si një djalë i mirë, i buzëqeshur dhe plot energji pozitive. Me dhimbje të thellë morëm lajmin për ndarjen tënde nga jeta. Do të kujtojmë gjithmonë si një djalë të mirë, të buzëqeshur dhe plot jetë. Kujtimi yt do të mbetet përherë në zemrat tona. U presh në paqe Leonit, thuhet në reagimin e KF Fush Kosovës. Lajmi për vdekjen e Leonit Aliut ka ngjallur pikëllim të madh te bashkëlojtarët, miq dhe komuniteti sportiv në vend, të cilët kanë shprehur ngushëllimet e tyre për familjen dhe të afërmit e tij. Ky është postimi i plot pa ndërhyrje i KF Fush Kosovës. Lamtumir Leonit Aliu. Me dhimbje të thellë, morëm lajmin për ndarjen tënde nga jeta. Do të kujtojmë gjithmonë si një djalë të mirë, të buzëqeshur dhe plot jetë. Kujtimi yt do të mbetet përherë në zemrat tona. U presh në paqe Leonit.